Deputet Kuvendit Kosovës, me qenë se po na vjen një projekt ligji i cili është përsëritje prej mandatit kaluar, nuk kam se si të mos i përsëris disa gjëra që tashmë i kemi thënë në mars të vitit 2014. Një ligj nuk bëhet për një situatë të veçuar diku në botë, pa e shkruar këtë gjë në mënyrë të qartë dhe të saktë, e gjithë e kemi parë që Siria dhe ISIS-i askund nuk përmenden në këtë projekt ligj, prandaj edhe pasojat e këtij projekt ligji kanë karakter të përgjithshëm e jo të veçantë. Nuk mund të thuash që këtë projekt ligj e kanë për Sirinë dhe ISIS-in dhe konfliktin armatosur atje, por nuk po e përmendi atë. Në të njëjtën kohë, ne të gjithë dimë që UÇK-n e kanë ndihmuar edhe luftarë që ishin në shtetet të tjerë. Ata që erdhën nga Shqipëria e Maqedonia, si Astrid Sulli, Ndrit Cara e Tahir Sinani, por edhe francezë e finlandezë që sot janë dëshmorë të UÇK-s. Në projekt ligjin për veteranët e UÇK-s që u miratua me 13 mars të vitit kaluar, Neni 3.1.3 të përkufizimet thuhet që veterani i UÇK-s është qytetari i Kosovës dhe shtetës i huaj i cili është radhitur në radhët e UÇK-s. Pra Kosova është liruar edhe duke ardhur njerëz nga shtetet e vendit të tjera për të na ndihmuar. Nuk është as pak e drejtë dhe e ndershme që të na pëlqejnë që të tjerët të na ndihmojnë neve kur jemi të rrezikuar dhe ta ndalojmë në mënyrë absolute dhe kategorike ndihmën tonë ndaj dikujt tjetër në çdo vend e në çdo kohë. Pra s'bëhet fjalë për Sirinë këtu, meqense se po e përsëris dhe po e theksoj, fjala Siri nuk figuron në projekt ligj. Edhe në të ardhmen neve mund na shfaqet nevoja që të na ndihmojnë të tjerët, të na mbështesin e përkrahin të solidarizohen me neve. Ky ligj do të funksionojë si pengesë dhe ky ligj na shpërfaq neve si njerëz egoist e të njanshëm, çfarë shqiptarët tradicionalisht nuk kanë qenë. Ky ligj është kundër reciprocitetit si vlerë dhe gjithsesi është asimetrik. Në të njëjtin kontekst, ne jemi dëshmitar që shumë rrugë e shkolla në Kosovë mbajnë emrat e herojve shqiptar si Asin Vukshi e Xhemal Kada, që shkuan vullnetarisht në luftën antifashiste në Spanjë. Me këtë projekt ligj ne sulmojmë edhe historinë tonë, ata që i konsiderojnë vlerë dhe trashëgimi e kombit dhe shoqërisë sonë dhe krijojmë konfuzione te edukimi i brezave të ri. Ekstremizmat që shfaqen në shoqëri, jo vetëm tonën, nuk luftohen me ligjet panikut që marrin formë totalitare dhe mundsojnë persekutimin e qytetarëve. Këto ligje janë vetë ekstremiste dhe ato sulmojnë Republikën si rregullim shtetëror shoqëror dhe janë në kundërshtim me idenë e Republikës. Por të qenë më keq se kaq, ky projekt ligj, po u votua sot edhe u bë ligj, do të shndrohet në argument për azilantët e ardhshëm të Kosovës për në shtetet demokratike të Evropës së botës. Ministri i brendshëm dhe kjo qeveri po e nxisin dyndjen e shqiptarëve jashtë Kosovës edhe me këtë argument shtesë e të fuqishëm për të fituar azilin politik qytetarët që emigrojnë 16 vjet pas çlirimit të Kosovës. Në punësit shtetëror në shtetet demokratike do ta kenë para vetes një arsyetim të fuqishëm pse qytetari që duhet të nënshtrohet këtij ligji nuk duhet dhënë azilin politik. Kushdo që i trajton ekstremizmat pa analizë e studim socioekonomik, i cili i mundson ekstremizmat, është vetë qëndrim ekstrem. Pra, çështja është pse Kosova që ka bërë tokë pjellore për ekstremizma e jo thjesht pse ato ekzistojnë. Mendja jonë nuk bën të udhëhiqet nga fakticiteti i zhveshur dhe banal pa shkakësitë shoqërore historike. Të merresh me pasojat pa analizuar dhe trajtuar shkaqet, do të thotë ta mirëmbash problemin dhe të bësh pjesë e tij. Nëse dikush do të shkonte të luftoj në anën e kurdëve në Kobane kundër ISIS-it, ky ligj e dënon. Neutraliteti dhe përgjithësimi i këtij ligji janë pa përgjithësi. Pra, në fakt, ky ligj e mbron ISIS-in sepse i barazon ISIS-in edhe kurdët. Kjo është arsyeja pse ai ligj në Zvicër e përmend me emrin ISIS-in, nuk i barazon me kurdët. Nëse thu në cilën do luftë në çdo kohë për të gjithë, ISIS-i edhe kurdët që i rezistojnë ISIS-it në Kobane janë barabartë. Kjo është e padrejtë. Neve na nevojitet një ligj antiterrorizëm i fuqishëm edhe një vendim i qeverisë për listën e organizatave të ndaluara ku pjesëmarrja është e dënueshme. Mirpo, deputet Kuvendit Kosovës, a e dini pse kjo qeveri nuk e bën ligjin e fuqishëm antiterrorizëm edhe listën e organizatave ndaluara? Për shkak se duhet më marrë me veriun mas ne. Ju po e shihni që kjo qeveri është e gatshme me luftu terrorizmin anë mban botës veç të shtëpia jo. Pra brenda Kosovës mos me luftu, a sa ma largë që tjetë, ma shumë me luftu terrorizmin. Ju e dini që qeveria në mandatin e kaluar, as vrasin e Enver Zymberit, as vrasin e Selver Haradinajt, nuk i ka cilësuar si akte terroriste.
Dhe sërish a dini pse? Se duhet me bo pazar me ata që ju kanë dhënë urdhra këtyre terroristëve me vra Enver Zymberin e Silver Haradinaj. Merrni me mend, ja kanë montuar eksplozivin në banesë ku fëmijët edhe gruaja janë plagosur, a Silver Haradinaj ka mbetur i vdekur. Dhe ky nuk është quajtur akt terrorist. Prandaj këta nuk dojnë ligj antiterrorizëm. Se këta duhet me bo pazare me ata. Dhe pse nuk e bojnë organizatat e ndaluara në Kosovë në një listë me vendim të qeverisë? Po e menatojmë edhe ne këtu. A dini pse nuk e bojnë? Se duhet me shti edhe mbrojtjen civile të veriut aty. Këta nuk dojnë me shti, se prap dojnë me bo pazare edhe me ata. Kjo është arsyeja pse pra ne kemi ligj të fuqishëm antiterrorizëm dhe nuk kemi listë organizatave të ndaluara. Edhe ky ligj, unë jam i bindur, është i shkruar me idenë që më pëlqej ambasadave. Por unë besoj që kjo është shumë e dëmshme për neve. Na duhet të luftojmë ekstremizmat në emër të Republikës edhe demokracisë në njërin anë dhe në emër të vlerave të kombit shqiptar e të shoqërisë sonë në anën tjetër. Ne kemi mjaftueshëm vlera, traditë e dije për të luftuar ekstremizmat. Jo të luftojmë në emër të Amerikës, a në emër të civilizimit perëndimor. Sepse nëse e bëjmë këtë gjë, e shndrojmë Kosovën në fushë betejë për plasjes civilizimeve. Kjo është tepër e dëmshme, përveç se e padrejtë. Nëse dikush e lufton ekstremizmin islam në emër të perëndimit ose cilës do fuqie perëndimore, kjo bëhet legjitime që edhe dikush tjetër në emër një fuqie tjetër mandej të kundërvihet këtij civilizimi. Jo, kombi shqiptar është mjaftueshëm i fuqishëm. Republika dhe demokracia janë parime dhe ide mjaftueshme të fuqishme që me luftu çfarë do ekstremizëm. Nëse ti thu për luftoj në emër të perëndimit ekstremizmin islam, ti po shpreh mosbesim kombit shqiptar. Thu se kombi shqiptar s'pas ka mundësi, s'pas ka vlera, s'pas ka aftësi për me luftu ekstremizmin. Ky mosbesim vetën tonë na delegitimon neve. Prandaj unë jam i bindur që mund ta shkruajmë një ligj tjetër shumë më drejt e shumë më të mirë se ky, i cili është edhe i dëmshëm e jo vetëse i gabueshëm e i padrejt. U dëgjua këtu që thanë se edhe serbët ose ortodoksët po shkojnë kanë në Ukrainë me luftu kundër pushtetit demokratik atje e në anën e Rusisë. A pja mërmenja që ky ligj komunale tha? Po kënë po provojnë këta me rajt? Po këta ja falen vrasjen, sulmin terrorist, ata që e vran Enver Haradinajn Enver Zymberin e Silver Haradinajn, e këta penzon ato që shkon në Ukrainë atje, dhe mos harroni që ky ligj nuk i kap ata fare, sa ata kanë dy shtetësinë. Prandaj unë mendoj që duhet një ligj krejtësisht tjetër e jo ky që na kanë sjellë sot.